Duke qenë se hadithet janë të tilla, dietarët e umetit nuk diskutohet, kanë bërë klasifikimin e tyre. Dhe kjo është një nga arsyet pse është bërë dhe mbledhja e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të shikohet, domethënë të shikohet senedi. Se po të mos ishte senedi, atëherë secili mund thoshte ç'të dëshironte. Senedi është zinxhiri i transmetimit. Zinxhiri i transmetimit. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mubarak, el isnadu min ad-din, ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. Kjo thënie përmendet në Muqaddimatu Sahih Muslim, në parathënien e Sahih Muslimit. Pra Abdullah ibn Mubarak ka thënë senedi është prej fesë dhe po të mos ishte senedi, gjithë secili mund thoshte çfarë të dëshironte. Pra do të përzihej, njerëzit do t'i vishin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ato të cilat nuk i kishte thënë. Prandaj ka thënë Sa'id al-Musayyib, inna hadha ad-din amra din fanzur amman ta'khudh dinak. Kjo çështje është fe, prandaj shikoj se për kujt po e merr fen. Kështu që senedi filluan me kërku senedin prej atyre që përmendin hadithe. E para, e dyta të verifikojnë gjendjen e transmetuesve, se kanë integritet moral, kanë devocion fetar apo jo, e para dhe e dyta janë të saktë apo jo, se mund të kishte memorie dobët, harronte, gabonte kështu me radhë. Dhe kështu pra me fjalë mblodhen hadithet, pastaj janë bërë dhe librat që flasin për biografinë e transmetuesve të haditheve, është bërë dhe klasifikimi i haditheve, kush janë hadithet e sakta, kush janë dobta, kush janë trilluara. Ka libra të cilat përmbajnë kanë përmbledhur hadithet e sakta, ka hadithe që janë koleksione, përmbajnë hadithe të ndryshme, ka libra të cilat përmbajnë hadithe të sakta dhe hadithe të dobta. Kështu që nuk mjafton që njeriu, sa herë që gjen një hadith bazohet në të, por duhet të verifikojmë nëse hadithi është i saktë apo është i dobët.